Mirëmbrëma, Fërdita nga Haga dhe kësaj radhe në këtë proces që po shkon drejt fundit është vetëm edhe një seancë e fundit që mbahet të mërkurën me datën 18 shkurt, edhe një proces maratonik pothuajse 3 vjeçar, po i vije fundi, gjithë janë në pritje dhe të vendimit final I cili sipas rregullorës në fuqi të gjykatës pritet të marrë nga 3 deri në 6 muaj kohë varësisht për shkak të volumit të lëndës. Nëse kthehemi për ditën e sotme atë të parafundit, në fillim të seancës ka pasur fjalë përmbyllëse në pjesën e fundit të saj mbrojtja e të akuzuarit Jakub Krasniqi, në të cilën kanë argumentuar dhe kanë hedhur poshtë pothuajse gjitha provat e prezantuara nga prokuroria që sipas mbrojtjes klienti I tyre duhet të jetë lirë dhe trupi gjykues duhet të mos I marrë për bazë ato çfarë ka prezantuar prokuroria, sepse sipas tyre ato nuk kanë prova të mjaftueshme për shkak klienti I tyre duhet dënohet nga ky trup gjykues. Pastaj pjesa